Përshëndetje fratello, ju prezantoj me Troja Resort, një ndër resortet më të mira në Dibër që është bërë kohë të fundit para 2 viteve. Troja është e licencuar në Bashkimin Evropian, ku këtu mund vinë shumë të huaj, si nga Suedia, Çekia apo Polonia, nga gjithë vendet e botës, edhe normal nga Tirana, nga gjithë. Troja Resort, pra mulliri i vjetër, përfshin edhe kënd lojrash për fëmijë, për gjithë familjarët, ka një kapacitet aq madh që mund të mbajë më shumë se 200-300 veta. Kemi edhe fushën që mund të luash volejboll ose futboll, fusha me lule, kemi edhe kafshë tegra. Troja Resort është aq gjigant sa ka një staf aq të madh, salla shumë e madhe, po ta shikosh sallën. Është banaku, është kuzhina ka shumë llojshmëri kuzhine tradicionale dhe tuaj gjithashtu. Troja Resort ka një super kuzhinë, që bëhet mishi, bëhet sallata, pastat e gjitha me radhë. Fratello është banaku, baristi, është barist i licencuar me shkollë. Unë po shikoj pak malin, po shikoj ca zosh me thënë drejtën. Ka 25 dhoma, një godinë e madhe, janë super dhoma me gjithë shërbimet, të pastra, të mira dhe shumë cilësore. Çdo dhomë ka pamjen e vet, pamje gjelbërore. Po ta shikosh, kjo është një dhomë për shembull, dhomë familjare, që mbi 6 persona. Mirë se erdhët, janë dhe dhomat që kanë fëmijë me vete ose kalamajt, që janë këto, përveç kësaj përfshin dhe jacuzzi. Shikoj edhe jacuzzin? Një super arkitekturë, një super mirëmbajtje vetëm Dibër, vetëm në. Resorti përfshin dhe dhoma tradicionale, që janë papafingo, janë super dhoma, kur ti do të bësh gjëra të bukura ose të shijosh momentin me super pamje. Kemi edhe shatërvani, pra shatërvani është shatërvan origjinal dhe peshit, shpesh japonez. Ase ka pa dot. Ju e dini vendodhjen, lokacionin në Zogje në Shupens, në Dibër. Nëse doni të shijoni vendin tuaj bashkë me familjen tuaj, kjo është resorti madhështor dhe bukuri natyrore. Mirë se të vini.